Atëherë përshëndetje edhe një herë, jemi live nga shtëpia e futbollit në këtë konferencë për mediat me dy lojtarë kombëtarë. Sot kemi këtu Klaus Gjasulën dhe Elber Ramadani, dy mesfushorë kuqezi, të cilët do të përgjigjen pyetjeve tuaja. Do të fillojmë me pyetje për Klaus Gjasulën dhe pastaj do vazhdojmë me Ramadanin. Sokol Gjani, Super Sport. Klaus, keni qenë pa fat që nga ndeshja me Islandën, me një dëmtim, më pas erdhi dhe një tjetër, por për fat mirë tani keni arritur ta lini pas. Do doja të dija si është gjendja juaj fizike. A jeni gati ndoshta edhe për të qenë titullar, duke qenë se jeni aktivizuar nga stori dy ndeshjet e fundit me Darmstadtin? Po, është vështirë me thonë tash si është fizika. Fizika është në rregull tash në stërvitje. Në ndeshje kam pas tash ndeshjen kaluar kam luajtur 20 minuta në fund. Ishe okay, po nuk e kam provuar akoma nga fillimi me luajt, edhe do ta shikojmë si ecën stërvitja, do ta shikojmë si do vendoset trajneri, po unë erdha këtu për të luajtur edhe për të pas minuta, për të ndihmuar aq sa duhet ndihmi që të jem në fushë, të provoj të jap maksimumin. Duke qenë se në këtë ndeshje nuk kemi as Ismailin as Gjimshitin, dhe tek Darmstadi ju keni luajtur edhe në qendër të mbrojtës. Do ishit gati që të luanit në qendër të mbrojtës ndoshta me Kumbull apo me një shok tjetër në skuadrë? Do të ishit gati për këtë rol? Po, atje jam mësuar tash me atë rolin, po prap do ta vendosi trajneri në çfarë rol do hyj unë, edhe aty ku don ose do vendosi trajneri me luajt, aty do luaj. Gjasula, duke qenë se ne vojmë mungesën e disa lojtarëve të rëndësishëm, po ashtu dhe Polonia ka disa mungesa. Një tjetër fakt është që dy kombëtarët janë me trajner të rinj. Sa mendoni se do ndikojë në rezultat kjo gjë? Po, ne tash nuk e dim si do jetë punat e ato, ne kemi tash një frymarrje të ri me trajnerin që është shumë me energji, edhe do provojmë të japim maksimumin që të na dali pozitiv rezultati. Tash si do jetë pastaj në ditën e ndeshjes nuk e di, po jemi optimista që do bëhet mirë. Në Polonia, por sot ata ndeshen me Çekin, thjesht një rezultat i favorshëm për ne, cili do ishte sipas jush? Me atë nuk merrem mund të shumë. Ne do shohim ndeshjet e tona, edhe ç'a bëjnë ato në ndeshjet e tjera, atyre nuk e dim edhe nuk luajnë rol të madh, besoj. Besoj që çdo trajner ka një ide të vet për të luajtur futboll. Te lojtarët tash nuk ka pasur shumë diskutime ose kështu se kemi një sistem të re, një skem të re, të gjithë janë dakord edhe japin maksimumin për të arritur opinionin ton. Edhe trajneri ka në u duk tash ditët e parë shumë mirë, shumë me emocione, shumë me energji, edhe ka qenë shumë mirë deri tash. Për ndeshjen me Polonin një transfer shumë e rëndësishme. Të karikuar për fitore apo me idenë që një barazim do të ishte mirë për llogarit në fund? Është vështirë me thonë tash para ndeshjes. Ne shkojmë atje për të kap maksimumin, normal. Po do shohim si ecën ndeshja, edhe unë besoj të gjitha çfarë mund të marrim me vete në shtëpi, me pikë është mirë. Ernest Koçi, Report TV. Klaus, kemi patur dy ndeshjen kualifikuese të botrorit kundër Polonisë, ndoshta s'kemi marrë rezultatet e duhura, por të paktën ndeshjen e parë kemi qenë shumë mirë. Çfarë prisni këtë herë në këtë aspekt dhe a mendoni se do të dalim prapë nga ndeshja duke patur disa pishmane, le të themi? Jo, unë besoj që të dy ndeshjet me Polonin kanë treguar që ne kemi mundësi për të fituar ndeshjen ose të marrim paktën një pikë. Po e dim edhe që ato kanë shumë kvalitetet e mira, edhe do të jemi në ditën e ndeshjes, në pikën e fillimit të ndeshjes, do të jemi shumë të përqendruar, shumë të koncentruar që mos bëjmë gabime, besoj ajo është më e rëndësishme për atë ndeshjen.
E dim që nuk është shumë gjatë, po prap ai na ka tregu idenë e vet, edhe e dim që të ardhmen gjithmonë do bëhet më mirë, aq më shumë kohë se do kemi me trajnerin, aq më shumë se do na fusi idenë e vet mrena në sistemin e lojtarin edhe të gjitha, edhe do jetë mirë, po do besoj të ardhmen do bëhet akoma më mirë. Kemi më pyetje për Ramadan? Atëherë kalojmë për pyetje për Ramadanin. Po. Ilber, çfarë mund të bëjë ndryshe Shqipëria në këtë sfidë nga përballjet e tjera me Polonin që kemi patur? Na mendojmë që duhet shkojmë atje të qasemi ndeshjes nga fillimi me shumë seriozitet dhe duhet ta bëjmë maksimumin që dalim me rezultat pozitiv. Gjithana Panorama Televizion, si të është dukur deri më tani trajneri Silvinjo në krahasim me trajnerin që lan pasi Direa? Shiko, secili trajneri ka ato treningat e vet ose ka punën e vet, por deri tani trajneri i ri Silvinjo është shumë pozitiv, na ka dhënë shumë përkraje edhe është shumë e bën shumë atmosferë kur ushtron me neve, kjo është shumë gjë pozitive për neve. Do jesh titullar në këtë ndeshje? Unë kam thënë gjithmonë, unë do bëj maksimumin, do ushtroj, është trajneri që vendos lun kush lun, duhet ta përkrahojmë njëri tjetrin. Pavarësisht moshës së re, ke goxha eksperiencë në kombëtare. Në edicionin e fundit të eliminatorëve u fol për një grup të talentuar, ndoshta më të mirin që ka pasur Shqipëria, por që nuk u pasqyrua në rezultatet dhe në fushën e lojës. Çfarë do ndryshojnë në këtë edicion të ri për të marrë më të mirë nga ky grup lojtarësh që konsiderohet teknikisht shumë të mirë apo që janë ekipe të mira, por që nuk po arrin të përkthehet në rezultat për kombëtare? Unë mendoj që ekipi është shumë i mirë, grupi është shumë i mirë, por duhet të marrim më shumë vetbesim, edhe të marrim më shumë përgjegjësi secili, edhe mendoj që ky do jetë suksesi për të ardhmen. Ndërkohë vazhdon tradita e Partizanit që furnizon me lojtarët kombëtarën edhe kur janë me pikatoret. Të mën qefin ky detaj? Po normalisht shumë, se aty kam luajt një vit e gjysë edhe kam kalu momentet më të mira. Me Adrojt fundin flas. Po, me Adrojn, Jasirin, kemi qenë së bashku. Ilber, ke marrë shumë minuta këtë vit në kampionatin skocez dhe ka qenë një sezon relativisht i mirë. Mendon se kështu do të vazhdosh dhe në kombëtare dhe e sheh veten në formën më të përkryer për ta nisur ndeshjen? Po normalisht, më thash, do punoj shumë si te ekipi im, si këtu, pastaj është trajneri ai që vendos. Ylber, për të vazhduar pak këtë pyetje, jeni lojtari vetëm kombëtare me 37 ndeshje me Aberdeenin, jeni zëvendësuar vetëm një herë 3291 minuta. Ngarkesë pothuajse maksimale. Mendon që ky është një farë avantazh që ti ke të paktën me trajnerin e ri, duke qenë se ka luajtur kaq shumë në të gjitha ndeshjet rregullisht, për të qenë nga minuta e parë në këtë ndeshje me Polonin? Po, si që thash unë edhe më përpara, unë këtu kam marrë për me lujt, po kush lun, sidoqoftë kush lun para meje, unë nuk e kam problem. Unë është kënaqësi jem këtu, ti bështes që unë atë lujta apo s'lujta, vetëm të marrim rezultat pozitiv. Nga mesfushorët, Shqipëria nuk është se ka pasur shumë gola, për të thënë vërtetën. Më tepër pritet nga sulmuesit, por kanë ndeshje të caktuara në të cilat dhe mesfushorët do të provojnë apo dhe mbrojtësit do të jenë vendimtar. Në këtë sezon vetëm ju dhe Selaj ka shnuar 2 gola nga lojtarët e grumbulluar dhe ju 1. A ndoshta mos ka ardhur momenti që dhe mesfushorët jeni pak rezultativ për sa i përket ndoshta shnipit të një goli për ta ndihmuar pak më tepër dhe fazën sulmuese? Po, kjo është e vërtet, duhet të tentojmë të gjithë ta provojmë portën më shumë, të shutojmë jashtë zonës dhe mendoj që duhet ta bëjmë më shumë goditje në port për të arritur goli. Ilber, gjatë kohës së rejës ju keni mbuluar pak a shumë gjithë pikat e mes fushës, qendër, djathtas, kur është dashur keni luajtur dhe majtas. Janë shanse që tani me Silvinjon të fokusojnë vetëm tek një pozicion, sepse ndoshta mund të ishte më mirë edhe për ju? Po, normalisht, trajneri kur të pyeta mu dësh me bë këtë, duhet ta bësh, edhe mendoj që ku të mfus, se kam problem për me bë pozicionin. Ndeshjen e fundit ju keni qenë 90 minuta titullar ndaj tyre. Çfarë do jap kombëtarja ndryshe këtë radhë?
Po, shiko, këto ndeshje vendosin detajet e vogla, dhe ne duhet të përqëndrohemi në ato detaje, sepse ndeshjen e fundit e kemi marrë nga një moment, pësum një gol që po bëjshim ndeshje fantastike, e duhet të jemi të përqëndruar nga minuta e parë deri sa të mbaron ndeshja. Kombëtare. Si? Ramadanin e kampionatit skocez, si do e shohim në kombëtare? Po lozum, do e bëj maksimumin. Mirë, atëherë kjo ishte edhe pyetja e fundit. Ju falenderoj shumë për prezencën sot dhe ju ftoj të na ndiqni në kanalet tona të zyrtarit të komunikimit për të qenë të informuar për gjitha informacionet lidhe me kombëtaren. Ju falenderoj.